Të nderuar deputet, disa prej jush ngritët çështjen e çmimit të energjisë elektrike dhe e ndërlidhet këtë me disa akuza që janë të paqena me informata që tashmë janë demantuar disa herë si të pabaza nga të gjitha institucionet. Edhe një herë dua të përsëris disa fakte rreth rritjeve të çmimit të energjisë elektrike që kanë ndodhur gjatë viteve të kaluara. Këto rritje kanë ndodhur në një kontekst të një krize botërore energjetike e cila ka kulmuar në vitin 2021 dhe 2022, mirë po edhe në vitin 2025 çmimet e importit të energjisë elektrike kanë vazhduar të jenë mesatarisht 3 fish më të larta se sa që kanë qenë para krizës së vitit 2021 dhe 2022. Pra një krizë e cila ka vazhduar të ketë pasoja, e cila tani për më tepër po keqësohet për shkak të luftës në Iran. E dyta shumë e rëndësishme që të përmendet në këtë kontekst është që rritja e çmimit të energjisë elektrike vitin e kaluar ka ndodhur edhe për shkak të investimeve që po bëhen në KEK e që nuk janë bërë për 40 vite. Investimet të cilat kanë qenë të planifikuara për të cilat studimi i fizibilitetit në KEK është bërë që në vitin 2017, mirë po realizimi nuk ka filluar deri vitin e kaluar. Vitin e kaluar, bloku B2 ka qenë jashtë operimit për 4 muaj e gjysmë për arsye se është bërë modernizimi i turbinës dhe janë bërë investime të tjera përcjellëse, të cilat e rrisin kapacitetin e kanë rritur kapacitetin prodhues të kësaj njësie dhe të cilat e kanë bërë operimin më të sigurt dhe e kanë rrit sigurinë e furnizimit. Kjo është një arsye që ka kontribuar që vitin e kaluar prodhimi të jetë më i ulët. Gjithashtu, para 3 vitesh, për herë të parë është bërë një investim i madh, dilatimi i bojlerëve, i cili ka qenë një parakusht për zbatimin e projektit të filterëve për të cilin kemi biseduar. Për këtë arsye, 2 bloqe të termocentralit Kosova B, secili nga 3 muaj kanë qenë jashtë funksionit dhe kjo gjithashtu ka kontribuar në uljen e prodhimit të energjisë elektrike, i cili shpesh në media nga aktorë të ndryshëm edhe opozitor është interpretuar si keqmenaxhim e ulje e prodhimit e të tjera, gjë që është e pabazë. Si vjet kemi pasur një kërkesë për rritje, mirë po ZRE-ja ende nuk ka dalë me raportin, prandaj siç kemi thënë, pasi të dalë ZRE-ja me raportin konsultativ, ne do ta vlerësojmë dhe do t'i dërgojmë komentet tona. Këto janë fakte që duhen njohur dhe duhen pranuar nëse duam të flasim në mënyrë konstruktive dhe reale për sektorin e energjisë. Investime që nuk janë bërë për 40 vite në termocentralin Kosova B, prej kur ekziston, e që nuk janë bërë në termocentralin Kosova A për 60 e më shumë vite që ekziston termocentrali Kosova A, po bëhen 6 viteve të fundit dhe do të vazhdojnë të bëhen edhe sot, javën tjetër më saktësisht fillon modernizimi i njësisë B1 të termocentralit Kosova B, i cili gjithashtu do të arrit prodhimin, do të arrit eficiencën e prodhimin dhe do të ullë ndotjen nga termocentrali për çdo megawatt orë të prodhuar. Ju faleminderit.